Më lejoni të pyes si një njeri që realisht nuk i di gjërat se si janë nga brenda. Pra se po kishte qenë një edicion që ndoshta do kisha qenë prezente, nuk do të kisha bërë këtë pyetje, po si e jashtme. Çfarë ndodhi? Besoj se mua më takon më shumë të flas tek pjesa çfarë ndodhi. Mendoj që sinqeriteti im i tepërt. Unë u futa në Big me një mindset shumë të hapur, të thjesht. Do të tregoj çdo gjë ashtu siç është. Unë nuk kam pasur frikë nga vetja ime kurrë dhe nuk kam akoma, sepse momentin që njeriu nuk bën asgjë të keq, përveç se jeton jetën e tij pa cënuar askënd tjetër, nuk mendoj se duhet të ketë frikë ose turp nga diçka. Po. Kështu që tregova çdo gjë që më pyetej. Ndoshta ky ka qenë defekti im i vetëm. Ndoshta duhet kisha lënë disa pyetje pa përgjigje. Por me këtë mbi vetbesimin në vete, jepja përgjigje për gjithçka. Dhe vetëm për këtë u sulmova. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.